Edhe kjo e njëjtë në kuvend u shoqërua me përplasje, tonetash pra dhe akuza nga opozita kundrejt mazhorancës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi nga foltorja e kuvendit se Belinda Ballukun nuk ka forcë në botë ta mbrojë, duke u referuar kërkesës së SPAK për arrestimin e saj. Mos u keq përdorni në një mënyrë kaq ekstreme, sepse në fund të fundit shumë shpejt ju do e shifni veten ashtu siç jeni, e keqja banale, njerëz pa vlerë. Të lutem, një minutë. Po ja pra, edhe këtë të keqen banale të Hana Arendt do ta quash ti fyrje? Po kjo është nocion filozofik, mor zotri. Ky është nocion filozofik. Pra, unë nuk merrem këtu me avokatrit Mjeran, por merrem me Edi Ramën, i cili po shtyn vendin drejt ta përfundoj fjalën. Po ju garantoj që e keni të humbur këtë betejë. E keni të humbur keq, dëgjoni fjalën time. Lubin nuk ka forcë në botë që ta mbrojë. Po ashtu kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, jashtë kuvendit i pyetur nga gazetarët në lidhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili kërkon hetime të plota në lidhje me Ballukun, Balla theksoi se të gjitha afatet do të respektohen. Të gjitha në përputhje të plot, edhe pra është në përputhje të plot me ju e keni çështje prioritare. Çështja dash në seancën e radhës për shkak të afateve që përcakton rregullorja, çështja do jetë për shqyrtim.